Muslimanët shqiptar duhet të ruajnë mirë fenë, parimet dhe botkuptimin e tyre, me krenari dhe pa komplekse, të jemi krenar për fenë tonë, sepse Allahu nuk ka nevojë për ne, por ne kemi nevojë për Allahun. Nëse ne e braktisim fenë tonë, pa dyshim se Allahu do na zëvendësojë me një popull tjetër, që me sa duket po ndodh, po largohet prej nesh dhe po shkon në Europë. Mos bini prej e propagandave islamofobe shqipfolse, sepse këta ju gënjejnë me iluzione, me ide perëndimore të shekullit 19 dhe 20. Vetë perëndimi ka ndryshuar qasje. Këta janë në trenin e boshatisur prej kohës. Këta as familja e vetë nuk i dëgjon, po lulëzon Islami në shtëpitë e tyre. Por shqiptarët janë popull i zgjuar dhe i aftë. Është një popull që Zoti e nderoi me Islam. Prandaj shpresoj se ditë më të mira do të vinë për shqiptarët, se ata nuk do të binë prej e propagandave anti-shqiptare që ja duan të keqen atij vendi, por do t'i ruajnë vlerat, parimet dhe fenë e tyre, ashtu siç e kanë ruajtur prej shekujsh. Ditë më të mira do vinë për ne, sa më tepër të kapemi për udhëzimin e Allahut.